e ka konfirmu atë që ka thonë fushatën e ti zgjedhore. Në fakt, e ka befasu këtë qeveri dhe rajonin tonë në përgjithësi, në nënvizimi, konfirmimi i roli ti në arritin e paqes mes dy popujve, dhe e ka qenë mesazhin të popujt që janë në luftë që detyrimisht do të afrohen për paqe, por paralajmërimi më i madh që do të me pas parasysh është rikthimi të ajo që ai e quan dëmtimi i procesit paqes. E konfirmon qëndrimin e LDK-s që marrëveshja e Ohrit ka qenë e dëmshme, në 4 provizionet të saj është e keqe, dhe natyrisht ne besojmë që në mes BE-s dhe administratës presidentit Trump do të ketë një koordinim sa i përket krejtë rrugëllime, por mbi gjitha roli i tij është i veçantë. Pesha specifike e qëndrimit amerikan dhe roli i presidentit Trump në procesin e paqes dhe në përmbylljen e shëndërtimit në Kosovë do të jetë kritik, kështu që do të më bëj gati. Kjo që po ndodh edhe sot, me mos konstituimin e kuvendit, me mos funksionalizimin edhe të qeverisë me legjitimitet të nëntë shkurtit dhe organeve të shtetit është shumë vonesë e madhe e cila nuk arsyetohet, nuk justifikohet, është e dëmshme dhe është bërë neveritshme. Jo vetëm për Arianit Kosi, por për krejt neve. Zoti Aziri po përmendën tash edhe pushimet verore, si do t'ja bëj kuvendi pasi po kemi çdo 48 orë seanca. Ata që s'kryjnë punë nuk kanë pushime, nuk është koha e pushimeve. Po më vjen keq që duhet ta them që në mes kuvendit dhe zgjedhjeve lokale disa parti edhe në këtë rast partia e parë ka zgjedhën me oqean e fokusuar në diçka krejt tjetër, por për ne pushime nuk do të duhej me pas dhe do dojmë më ndërtu një konsenzus sa më i gjerë rreth projektit LDK-s për një qeveri të përbashkët, e cila mund ta përballon këtë agjendë, e cila shton edhe para disa jave edhe nga vetë kryetari i LDK-s që agjenda shtëpisë bardhë është tavolinë të pritë që disa vite nuk guxojmë me leju me vazhdu me u vanu. Faleminderit shumë.